Ditë më parë pretendoi se të gjitha vendet po përgatiten për luftë dhe se Prishtina po e shfrytëzon këtë për ta mbajtur perëndimin për krah, ndërsa të dielën presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić para mediave serbe u mor me fushatën zgjedhore në Kosovë. As 2 ditë të plota nuk ju deshën që pas alarmit për luftë të kthehej tek narrativat serbo-ruse për situatën në Kosovë. Vučić një ditë më parë përmes manipulimit elektoral, ai u mor me zgjedhjet lokale në Kosovë, që do të mbahen në 12 tetor ku garon lista serbe, dorë zgjatore e Serbisë në vendin tonë. Ai pretendoi se vetëm 10 ditësh do të hapin 400 vende pune, duhet ta ruajnë paqen dhe se do të jenë shumë e vështirë për shkak të Albin Kurtit dhe ligjit të tij për të huajt. Do të jemi me serbët në Kosovë dhe do të hapim 400 vende të reja pune në strukturën e kujdesit shëndetësor të Kosovës në 10 ditët e ardhshme, deklaroi ai sipas mediave serbe. Para disa ditësh në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara që u mbajt në New York, Vučić pretendoi se Kosova është pjesë e pandashme e Serbisë, ndërsa paralajmëroi se do të kërkojë sërish një seancë. Do të kërkojmë përsëri një seancë të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nuk besoj se do të ndryshojë shumë, por ajo që kemi për të thënë do të dëgjohet. Kurti dëshiron që ne të bijem në kurth para konfliktit botëror, tha ai. Drejtori i sportit në Art Motion, gazetari i njohur Arlind Sadiku, ka treguar se nuk do të mund të udhtojë në Serbi për të ndjekur ndeshjen historike Shqipëri-Serbi që do të luhet më 11 tetor në Leskovac. Arsyeja: një urdhër arresti i lëshuar ndaj tij nga autoritetet serbe, një veprim që ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik shqiptar. Në emisionin Sport Show në Klan Kosova, Sadiku deklaroi me qetësi, por edhe me një ndjenjë të thellë zhgënjimi, se kishte bërë çdo përpjekje për të siguruar informacion përmes kanaleve zyrtare e miqve shqiptar në luginën e Preshevës. Megjithatë, lajmi ishte i qartë, Serbia e konsideron të padëshirueshëm një gazetar shqiptar që për vite të tëra ka ngritur zërin për sportin dhe dinjitetin kombëtar. Jam interesuar përmes institucioneve serbe, përmes shqiptarëve që kemi në luginën e Preshevës. Megjithatë, ka një urdhër arresti ndaj meje, kështu që nuk do të lejohem të udhëtoj, tha Sadiku, por ai nuk do të heshtë. Do ta komentoj ndeshjen nga studio e Klan Kosovës, do të kemi një emision maraton dhe emocionet do t'i jetojmë bashkë me gjithë shqiptarët. Ky qëndrim është përshëndetur gjërësisht në rrjetet sociale ku shumë tifoz e kanë cilësuar Sadikun si zërin e shqiptarëve që s'mund ta ndalë askush. Për ta, fakti që një gazetar shqiptar ndalohet vetëm pse dëshiron të ndjekë kombëtaren e tij, është dëshmi e qartë se edhe ende ekziston një ndarje që sporti duhet të kishte shëruar prej kohësh. Ndeshja Shqipëri-Serbi do të zhvillohet në Gdanski Stadion Dubocica në Leskovac më 11 tetor në orën 20:45. UEFA vendosi tash takimin në këtë stadium pas kërkesës së Federatës Serbe të Futbollit dhe miratimin e Federatës Shqiptare. Edhe pse fizikisht i ndaluar, Arlind Sadiku do të jetë shpirtërisht aty me mikrofonin dhe emocionin që e karakterizon për të përçuar te çdo shqiptar ndjenjën e krenarisë kombëtare, sepse siç thon tifozët, ata mund të ndalojnë trupin, por jo zërin e një shqiptari që flet me zemër për flamurin e vet.